Në hapësirat e Galerisë Nacionale Çifte Hamam, u mbajt ekspozita Metamorfoza e autorës Lulzime Leka Mulaku. Cikli i ri i punimeve Metamorfoza paraqet vështrimin realist të veprave estetike ekzistenciale me 50 piktura të formateve të ndryshme. Paraqitja figurative është e lidhur ngushtë me idenë e fenomenit të gruas në shoqërinë tonë dhe paraqet praninë e saj jo proporcionale me një formë të dukshme. Именно станува збор за изложба на која прикажа најновиот цикл. Është një ekspozit që paraqet edhe ciklin e ri të veprave të kësaj autoreje me titull Metamorfoza 2, në thelbin e së cilës qëndron fenomeni i gruas. Ky cikël pasqyron një këndvështrim jo dimror të çështjeve të ndjeshme ekzistenciale që rrethojnë gratë dhe vendin e tyre në shoqërinë bashkëkohore. Ai mishëron llogon tradicionale që e shpërblen më shpesh, domethënë përmes procesit të introspeksionit personal, duke e përballur veten si grua me një sër pyetjesh, ndërsa paraqitet të kurorëzoj vendin e saj në kushtet e një ringjalljeje bashkëkohore. Vet autorja Leka bëhet pjesë e një procesi të pandërprer evoluimi dhe transformimi artistik dhe shpirtëror. Që nga ajo kohë, ajo përcolli me shkrimin jo dimror, ishte e vërtet në krimin e saj. Pse e sa janë në këtë krim? Sepse disi, shumë kohë më parë në ato vitet e rinis, ishte diçka e panjohur për breze, për të mos thënë prapë. Pak dhe diçka që unë nuk e ul një brez që mëson nga studenti në vite. Në kolegje, kryesisht studentët mësojnë nga profesor. Kjo është në pjesën e dytë. Ata pikturat më të errëta. Në atë moment, po lexoja disi krijimin e heshtur. Nuk e di, sufizëm, përmes diçkaje që në thelb është shumë e fortë. Më e fortë se estetika që ishte në atë kohë, dhe se sufizmi. Ishte në thelb fakti vërtet që sot ka ardhur deri tek kjo. Te kjo që ka bërë në tempullin e butësisë për treguar një pjesë të vogël të inseminimit të krijimit. Sonte para juve shpalos prezantoj ciklin tim të ri të pikturave, e titulluar Metamorfoza, e cila është si ide dhe koncept shumë e vjetër, e zhvilluar në histori dhe në lashtësi, dhe si ide e koncept është universale dhe e përhershme. Pra fjala metamorfoz ose titulli metamorfoz nënkupton transformimin ose ndryshueshmërinë që ka qenë edhe fiksionimi im kryesor ta shfaq përmes pikturave si diçka që në esencë është ajo që gjithmonë ndryshon. Pra transformimi i ndjenjave, emocioneve, senseve të bukura, për të cilat jemi do me thanë koshient të gjithë. Uroj që kjo ekspozit që përqej, shpresoj që edhe ju ta përjetoni do me thanë në të njëjtën forcë dhe mënyrë që e kam përjetuar edhe unë. Në këtë ekspozit kishte shumë artist që uruan autorën, gjithashtu dhe kolegë nga Universiteti Tetovës, të cilët dhanë mesazhe inkurajuese për punën e saj ndër vite. Është një kënaqësi që të jem sonte në këtë ekspozit të jashtëzakonshme të profesoreshës tonë të dashur dhe shumë të nderuar, Lulzime Leka Mulaku, profesoresha e cila ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm si në procesin akademik, po ashtu dhe në këtë artistik. Gjithmonë kur unë ndjek kolegët e mi, më shton një ndjenjë krenarie, një ndjenjë besimi se Fakulteti i Arteve në Universitetin e Tetovës ka pasur dhe shpresoj që do të ketë profilet jashtëzakonshme, do të ketë profesor me invens të jashtëzakonshëm i krijues dhe këta na bëjnë të jemi krenar dhe janë shumë i sigurt se e ardhmja i takon Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës. Në këtë krizë të humanizmit global, në këtë kohë të pakohë, në këtë vend ku kemi një rënje drastike të sistemit të rënjit të vlerave,
Natyrisht që kjo reflekton edhe të krijuesi, edhe të poeti, edhe të pontori. Ka reflektuar gjithsesi, do të thotë, në pengimin e zhvillimit të artit, me që artistit padyshim që i duhet një qetësi shpirtërore dhe i duhet një mbështetje. Mbështetja nuk duhet haruar se duhet qenë institucionale, me që ne nuk jemi art individuale, nuk punojmë vetëm për vete, dhe në rast se nuk kemi edhe institucionet të cilat na arrin prapa, e kanë vështirë për të paraqitur vlerat dhe veprat e tyre. Mirë po megjithatë, unë shoh që profesoresha dhe shumë kolegë të tjerë, të cilët këtë moment po i përfaqësoj unë si dekani i Fakultetit të Arteve, kanë ambicje, megjithatë mbledhin forcat për të punuar dhe të prezantuar artin e tyre, për të prezantuar vetveten, institucionin dhe në fund kombin. Padyshim, profesoresha, në këtë moshë fizike që është, unë mendoj se është sublimim i më të mirës së saj dhe pasqyrim dhe reflektim i një realitetit shpirtëror që ajo ka në këtë moment, në këtë kohë. Për mua është emocioni dyfisht, pasi sot jam këtu edhe si kolega i saj, mirë po edhe si ish studenti profesoreshës Lulzime Leka, dhe figuracioni artistik i profesoreshës është mbreslënës, loja e saj kompozicionale është çuditëbërse, mirë po unë jam shumë i vogël në kontekst të madhështisë së saj si artiste për të dhënë më shumë rreth natyrës së punës që bën ajo. Është një ndër piktorët më të mira që kemi në gjithë hapësirën shqiptare, por jo dhe vetëm. Është një pedagoge shkëlqyer e cila ka ndihmuar në ngritjen e institucionit Universitetit të Tetovës, gjithsesi Fakultetit të Arteve. Ishte edhe kënaqësi, po edhe befasi ekspozita që po shohim sonte. Unë t'ju them të drejtën, është hera e parë që po e shikoj, sepse bëhet fjalë për një cikël të ri të pikturave të profesoreshës Luljeta, dhe normalisht na duhet kohë për t'i parë dhe për t'i riparë dhe për të një mendim profesional. Po gjithsesi, duke e njohur me që me profesoreshën Lule jemi kolege, punojmë në të njëjtin fakultet, ajo që do thoja që karakterizon Lulen është njohja e mirë e paletës së ngjyrave. Po t'i shikoni të gjitha pikturat që janë këtu, rezatojnë dritë, rezatojnë domethënë një kolorit me kontraste ngjyrash dhe i bën pikërisht ky kontrast i bën shumë tërheqëse për publikun. Vërtet ne sonte ishim dëshmitar të një ekspozite shumë të veçantë bashkëkohore, volja e së cilës i takon Lulzime Leka Mulakut, një artiste po ashtu shumë e veçantë, me një eksperiencë shumë të madhe në botën e artit, duke pasur parasysh se Lulzimja është edhe femra e parë e shkolluar në fushën e artit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, mirë po përvoja e saj, shkollimi i saj, komunikimi, bashkëpunimi, edhe me qendrat tjera të njohura botërore, sonte ka rezultuar, besoj, në një ekspozit të përkryer që rrallë shohim ekspozita të këtij niveli. Historia e ekspresionizmit abstrakt më shumë ka shfaqur punime të artistëve meshkuj, sepse vërtet ky drejtim është mjaft eksploziv, impulsiv, e vrullshme, dramatike, dinamike, por që edhe Lulzimja, si thash edhe më herët, duke pasur parasysh përvojën e saj, ka arritur që të krijon disa cikle gjatë karrierës së saj në frymën e ekspresionizmit abstrakt, duke filluar nga cikli Kush e solli Dorentinën, cikli Femra, ndoshta do t'i kthehemi, pastaj cikli Metamorfoza 1, ndërsa sonte ka bërë, të themi, përmbledhjen e punimeve të cilët i ka titulluar Metamorfoza 2. Si shtat edhe ju, do me thënë të gjitha veprat, në qofse i shohim një nga një, pulsojnë, ka një shpërthim vizual, ku dominojnë ngjyra mjaft të ndritshme, të vendosura mbi sfonde të larmishme, ku forma edhe ngjyra ka një lloj kuptimi, ka një lloj përmbajtje, ka një histori në vete. Faktikisht, Lulzime Leka Mulaku nëpërmes kontureve gjysmë abstrakte ka paraqitur simbole nga fëmijëria apo nga kujtimet e saj të fëmijërisë, nga qyteti i Shkupit ku ka lindur,
dhe ka kaluar një kohë të mirë të jetës së saj, por duke i dhënë në mënyrë metaforike, ta themi me forma gjysmë abstrakte, rrugët, natyrën, atë jetën urbane të kombinuar me tradicionale në vetë çarshinë e qytetit të Shkupit. Kështu që të gjithë këto vepra, neve si vizitor, na ngjallën shumë emocion, na dha një lloj, ta themi, shprese edhe për ditë më të mira, më të hareshme, më të lumtura, sepse çdo njëra kishte një përmbajtje dhe një vlerë të veçantë. Fillimisht unë një do ta përgëzoja kolegën tonë, Lulzim Aleka, e cila sonte me ekspozitën, me ciklin e fundit të cilin ajo e ka punu, në shkëlqen, me një fjalë. Përveç ajo që shkëlqen por si autore, por edhe çdo vepër në vete, kur ta shohim në veçanti, janë veprat shumë të, mendoj, të zgjedhura profesionalisht, si në aspektin kompozicional, koloristik. Domethënë me këtë Lulzimja dëshmon se ka aftësi fenomenale, mendoj, si krijuese, si artiste. Për ndryshën përgjithësi, Lulzimja edhe është si autore dhe ka qenë, e kemi të njoftur edhe jashtë vendit, po edhe brenda vendit. Pra sonte unë nuk do tash kisha, si ta them, nuk mund të gjej edhe fjalë për ta përshkruar veprën e saj, por megjithatë mjafton të them se ajo me të vërtet ndrin me kolorin që ajo e prezanton në çdo piktur, në çdo vepër të saj që ajo e ka bërë. Për ndryshe këtu sonte shohim diku mbi 40 vepra të cilat janë shumë dimensionale, me kuptim të plot, ka një, në çdo vepër mund të shohim jo vetëm një temë, por mund të shohim mund të lexojmë një roman të plot në veprat e saj. Pra ka shumë simbolik, shumë domethënie. Pra unë kur gjë vetëm se do t'i kisha uruar edhe në vazhdimsi, edhe në të ardhmen Lulës që ajo të na prezantohet edhe me shumë ekspozita të tjera. Ju falenderoj edhe juve edhe një si medium që keni ardhur këtu, që na keni ndruar Lulën, po fillimisht edhe ne krenohemi si artistë tjerë, si ta them, si kolegë të saj. Ngacmove pak për ekspozitën time, po, e kuptova. Janë një pjesë dërmuese e pikturave që shifin këtu, sepse është galeri e madhe, është vështirë me mbush këtë galeri, dhe shifet se profesoresha Lulzimi ka punu edhe ka rezultate mjaft mira. Natyrisht për i shof atë që nuk e kam pa të Lulzimja një kohë gjatë, një ndryshim krahasim me disa piktura që janë më të vjetra. Këtu ajo ka hecë para sidomos me kolorin. Ngjyrat janë për mu një shprehje e saj, që e njeh ngjyrën shumë mirë, por natyrisht këtu nuk është vetëm ngjyra, është forma, janë vijat, janë kompozicionin në tërësi, të cilën ajo me një sukses shumë të madh ka kryer dhe si cikël e ka formuar që ajo të qëndron si një ekspozitë të tërësishme. Edhe këtu nuk kam ndonjë vërejtje për të thënë, sepse ka shumë mund dhanën, shumë mund, edhe pse disa që nuk e njohin mirë artin mendojnë se nuk është ndonjë punë e vështirë, po këtu shohim raportin e ngjyrave, diku ka guxim edhe përdor ngjyrat komplementare njëra afër tjetrës që rrallë herë mund të qëndrojnë mirë, po Lulzimja me mjeshtri shumë të mirë, ajo ka arrit t'i krijojë këto kompozicione të cilat në këtë ambient rrinë shumë. Artistja i takon artit bashkohor të viteve të 90-ta dhe përfaqëson brezin e artistëve që filluan karrierën nga Universiteti i Tetovës.